أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Falënderojmë Allahun xhaleshanuhu, Zotin ton, krijuesin e gjithësisë, zbritësin e Kur'anit dhe mbrojtësin e tij. Salavatet dhe përshëndetjet ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, i cili e jetoi Kur'anin dhe u bën një Kur'an i gjallë me jetën e tij, por njëkohësisht edhe e kumtoi të të tjerët, e përcolli të tjerët në mënyrën më të mirë dhe më të saktë. Dhe ndër specifikat e këtij muaji përveç agjerimit është edhe leximi i Kur'anit, ibadeti dhe shtimi i ibadetit përmes leximit të Kur'anit. Në muajin Ramazan, pra siç e dim, ka zbritur Kur'ani dhe jo vetëm ky libër, por edhe shpallët e tjera. Prandaj është momenti dhe koha më e mirë kur ne duhet të përkushtohemi pra këtij libri të madh. Kur'ani është fjala e Allahut. Allahu është Zoti më i bukuri, absoluti, më i miri. Prandaj edhe fjala e tij është absolute dhe më e mira. Në një hadith ku si thuhet, fjalët e mia, thot Zoti, fjalët e mia në raport me fjalët e njerëzve dallojnë sikur që dalloj unë si Zot në raport me krijesat. Që do të thotë se fjalët e Zotit janë të larta dhe duhet t'i lexojmë me një përkushtim më të veçantë, me një përgatitje më të veçantë. Gjatë leximit të Kur'anit në muajin e Ramazanit, shpirti duhet të jetë më i tërhequr, më sublim dhe trupi fiziku duhet të jetë më i relaksuar edhe më i qetë. Kur'anin ta lexojmë sikur që është zbritur, jo në formën e sinkronizuar. Sot për fat të keq njerëzit e lexojnë Kur'anin në formën e sinkronizuar, sikur ato filmat të cilat sinkronizohen nga një gjuhë tjetër në një gjuhë tjetër, ku mungon për shembull të shfaqet personaliteti i aktorit. Do të vijë një kohë në botën tjetër ku njerëzit të cilët e kanë lexuar Kur'anin, madje edhe hafizat e Kur'anit, nuk do ta njohin leximin e Kur'anit, nuk do ta njohin Kur'anin dhe do thonë nuk është ky Kur'an që kemi lexuar në dunja. Pse? Sepse nuk ja kanë dhënë hakun. Nuk e kanë lexuar me të gjithë elementet që duhet lexuar. Nuk e kanë lexuar dhe nuk e kanë kuptuar tonin dhe mesazhin, butësinë dhe mëshirën, fuqinë dhe forcën e Kur'anit. Prandaj, jo vetëm Kur'an, por edhe sejdët, edhe namazin, edhe të gjitha punët tjera, edhe sadakan, ne nuk do t'i njohim në botën tjetër, nëse nuk i kemi bërë siç duhet. Prandaj është momenti më i mirë që në Ramazan ne t'i kthehemi Kur'anit me një zemër të gjallë, jo vetëm si një tekst që duhet të lexohet, por edhe si një libër i cili ofron jetë të gjallë dhe krijon pra botvështrime të gjalla. Ebu Hamid el-Ghazali ka kushtuar një kapitull shumë të gjerë pra vlerës së leximit të Kuranit Adhimoshan. Dhe u kisha preferuar që t'i ktheheni librit të tij Ihya Ulumuddin dhe veprave të tjera për të kuptuar se ku qëndrojmë ne në raport me leximin e drejtë dhe të saktë të librit të Allahut, të fjalëve më të mira të zbritura për njerëzit, Kur'an Adhimoshan. Një prej dietarëve bashkohor musliman, filozof eminent, Muhammad Iqbal thotë: "Nuk kam për t'ia haruar kur babai tim i cili një herë më dha një këshill teksa unë përgatitesha për të shkuar në mekteb për të mësuar Kur'anin. Ai më tha: "O bir, kur ta lexosh Kur'anin, lexoje sikur Zoti ta ka shpallur ti, sikur ky libër të jetë shpallur ti. Dhe nëse ne e lexojmë me këtë përkushtim, sigurisht që do të përfitojmë shumë dhe do të bëhet një libër i cili do të lëviz brenda shpirtit tonë dhe brenda veprave tona, në zemrën tonë sidomos." Një prej të urtëve tanë thotë kështu: "Më parë e lexoja Kur'anin dhe nuk ndjeja ndonjë kënaqësi të veçantë. Pastaj fillova të lexoj Kur'anin sikur po e dëgjoja pejgamberin alayhis salam teksa u lexonte sahabeve. Pastaj Allahu xhaleshanu lëshoi mëshirë mbi mua dhe fillova ta lexoj Kur'anin sikur që Xhibrili ja shpallte Muhamedit alayhis salam. Pastaj Allahu xhaleshanu më ngriti drejtet dhe më ofroi edhe më shumë mëshirë e kënaqësi në leximin e Kur'anit, saqë fillova ta trajtoj dhe ta lexoj Kur'anin sikur Allahu ma lexon vetë mua. Nëse ne lexojmë Kur'anin në këtë mënyrë, atëherë ne i kemi dhënë të drejtën që Kur'ani të na lexojë neve, të na lexojë mendimet, të na lexojë qenien tonë. Dhe kur ne do t'ia japim këtë të drejtë Kur'anit që ai të na lexojë botën tonë, pastaj ne do ta lexojmë botën përmes dritës së Kur'anit Adhimoshan. Dhe këtë mund ta bëjmë më së miri gjatë muajit të Ramazanit dhe pastaj për 11 muaj të tjerë të kemi dritën e fuqishme të Kur'anit për ta kuptuar jetën, për ta kuptuar botën, për të kuptuar sfidat dhe sprovat. Prandaj, ashtu sikur Allah xhaleshanuhu një herë e ka përmendur në Kur'an
muajin Ramadan, fjalën Ramadan, dhe ka thënë që në muajin Ramadan ose në Ramazan kemi zbritur Kur'anin, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra në këtë muaj kemi zbritur Kur'anin, sikur don Allahu xhallahu shanu të na thotë se me që një herë kam përmendur muajin Ramadan në Kur'an dhe në këtë muaj kam zbritur Kur'anin, atëherë kjo është një shans e vetme jetë që duhet ta shfrytëzojmë. Po e shfrytëzuam mirë, do të përfitojmë shumë.